Mirëmbrëma të dashur miq, mirëmbrëma të gjithë ju pjesëmarrës të pranishëm që jeni pranë këtij ekrani të vogël dhe jeni sot ndjer kaq kureshtar se përse emisioni ka filluar ndryshe. E po ndryshe do të fillonte përse ne kemi një personazh që është ndryshe. Është një personazh i cili nuk mbart në vetvete vetëm kryefjalën e poezisë, por ka më shumë se kaq. Sot kjo mbrëmje kam eufori të them që do të jetë një show i vërtet. Po, do të jetë një show sepse do të ketë befasi dhe surpriza shumë të bukura për të ftuarën tonë, sepse vetë ajo është një befasi për këtë emision. Në fakt, e ftuara për cilën ju jeni gja njoftuar në insertin e prezantuar për të Irma Kurti, është një personazh multidisiplinare, kam quajtur. Dhe jo më kot. Ajo është shkrimtare, është poete, është përkthyese dhe njëkohësisht një person i cili nuk u nguron të përkthej përkëdo nga poetët të cilët kanë dëshirën të dëgjohen në gjuhë të ndryshme dhe njëkohësisht një nga poetishat më të përkthyera në gjuhë të ndryshme të botës. Është ajo e cila na ka bërë që të ndihemi krenar për prezencën se si ajo ka mundur ta përfaqësoj poezinë, këtë zhanër kaq elitar dhe sqimatar, kaq bukur në të gjithë botën. Në këtë botën që neve dëshirojmë kaq shumë ta kemi pranë vetes, janë pikërisht njerëz të tillë që na bëjnë që ta kemi botën pranë dhe njëkohësisht dhe ne t'i bashkohemi në krenari kësaj bote me dinjitet. Irma Kurti, të dashur miq, është një autore e shumë teksteve muzikore dhe unë jo më kot preferova që këtë emision sot ta nis me një këngë. Siç dëgjuat, shumë prej jush është rritur me këngët e Ermira Babaliut, por pse jo edhe të teksteve të Irma Kurtit. Unë do të them disa fjalë të shkurtra sepse jetëshkrimi i saj është kaq i pasur dhe nuk dua që të humbas kohë. Pasi jetëshkrimin ne do ta zbulojmë gjatë gjithë bashkëbisedimit ton. Nuk dua të them intervistës, por gjatë bashkëbisedimit dhe ngacmimeve që do t'i bëjmë bashkë me bashkëmoderatorin tim tashmë, Aleksandër Shavar. Jemi së bashku, Sander, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma Moza, mirëmbrëma të gjithë atyre dëgjuesve, shikuesve që e di shumë mirë që sonte do jenë dhe janë të shumët. Jam shumë i lumtur që këtë darkë, këtë natë, ne kemi të ftuar një mikën tonë, poetën, ashtu si që thaj gazetaren, përkthyesen dhe autoren e shumë teksteve që të paktën brezi ynë është rritur. Ajo kënga që sa po ti e hape emisionin, inshallah nuk më dëgjon Irma, po është një nga këngët e mia më të dashura, fal tekstit. Dhe unë e falenderoj shumë që ajo ka shkruar këtë këngë. Të uroj suksese ty në drejtimin edhe pa tjetër. Dhe mezi presim ta kemi... Po do të kalojmë edhe pas të heshtje, të marrë një frymëmarrje, sepse kjo këngë përmban shumë emocione për të, e kthem pas në kohë, në atë kohë ku ajo ishte ende e vogël dhe ndoshta në instancat përkatëse për të trokitur me guximin e një të reje për të bërë pjesë e festivaleve, kërkonte një vullnet dhe një guxim të jashtëzakonshëm. Por se si ja ka arritur Irma kësaj gjëje, ne do të jemi pas pak me Irmën për të na treguar gjithë rrugtimin e sfidave dhe rritjes së saj, maturitetit të saj dhe njëkohësisht ekzistencës së saj për të qenë në trend të kohës me muzikën dhe me poezinë që ajo ende vazhdon dhe krijon. Dëgjuam vetëm një dritare të saj, por ajo ka pafund, është autore e 200 teksteve të këngëve muzikore, apo jo? Moza, e di se çfarë më ka shku ndërmend që herën e parë që kam dëgju këtë këngë. Ajo e ka shkruar me guximin e një vajzet, e një poeteshet, në kohën kur edhe ëndrat ishin të ndaluara. Dhe ajo ka bërë një ndrim kaq të bukur përmes asaj poezie që ndoshta edhe guximi i moshës, por ndoshta edhe ajo ndjesia e lirisë që ka çdo poet brenda vetes për të shprehur botën e tij.
Unë mezi pres ta pyes. Atëre, lejom Sandri të them një përshkrim të shkurtër të jetë shkrimit të saj, ndoshta mbi pjesën e teksteve të këngëve. Dhe njëkohësisht nuk mund të lë pa përmendur që në vitin 1980 është nderuar me çmimin e parë kombëtar me rastin e 35 vjetorit të revistës Pionieri. Pra, ka datuar herët me talentin e saj. Në 89-ën fiton çmimin në konkursin kombëtar të organizuar nga Radio Tirana, në rastin e 45 vjetorit të çmimit të Shqipërisë. Çmimet janë të shumta. Dhe me dëshirën e Irmës më tha, kur më dërgoi jetë shkrimin, Moza, të lutem, mos t'i lodhim dëgjuesit me jetë shkrimin tim. Ndonjëherë veprat flasin më mirë dhe më shumë për secilin nga poetët. Prandaj, unë nuk po vazhdoj më shumë, si thua Sandri. Tekstet e këngëve, ka një veçanti këtu që dua ta citoj, që shumë tekste këngësh janë shkruar nga Irma në 3 gjuhë, në shqip, italisht dhe anglisht, dhe ka kontribuar dhe ka bashkëpunuar jo vetëm me kompozitor shqiptar, por edhe me autor italian, amerikan, kilian dhe turq. Dhe kjo ishte një veçanti që kërkoja ta ndaja bashkë me publikun tonë. Më pas në 2024 debuton edhe si këngëtare. Po, jo vetëm si autore, por edhe si këngëtare. Do të na dhurojë ndonjë moment nga zëri i saj, Irma? Si thua Sandri? Do ta bëjmë të këndojmë patjetër, dhe kjo tregon më së miri atë dimensionin 360 gradë të kësaj poete. Nuk kishte se nderuar me çmime në gjithë botën, kështu që ajo që spikat dhe që të bie në sy, që në bisedën e parë është modestia. Ajo nuk i do këto gjëra, prandaj unë s'dua të humbas kohë, dua që të ftuarën tonë që e kemi lënë në hetë. Duke na dëgjuar, do thoj uf. Shiko kur të bëj uf. Me ne dhe për ju, e nderuara Irma Kurti. Irma, mirëmbrëma dhe mirëserdhje. Mirëmbrëma, ju falenderoj për ftesën. Edhe bët shumë mirë që u lidhet, sepse mu duk prapë shumë e gjatë biografia. Nuk po duroja dot, tash kur do mbaroj. Unë i kam rënë shkurt fare për të mos u ndalur në gjithë veprat e tua. Meqense ishte dëshira dhe vullneti yt ky që ne të hynim drejtë në temë dhe të flasim dhe të bashkë bisedojmë, të bashkë ndajmë këto emocione të bukura që sapo na dhuroi një dritare e vogël e shpirtit tënd, që ishte kënga e Ermira Babaliut. Dhe unë preferova ta hap me talentin tënd apo me aftësinë tënde, me kontributin tënd më të madh, që jeni pothuajse poete, tekstshkruese e 200 këngëve dhe nuk janë pak. Irma, ta fillojmë nga këtë pyetjen? Unë i bëra një pyetje Sandrit, në fakt, por përpara se të fillojmë, si thojnë italian të doveroso, Irma, ne jemi miq prej vitesh dhe ti e di respektin dhe mirënjohjen që kam për ty, ashtu edhe ti për mua, nuk diskutohet. Kam qenë jashtëzakonisht shumë i lumtur, të betohem dhe ta them pa as edhe një lloj ajo që ti e di vet. Kur më ke thënë po, kur e kemi diskutuar, kur kemi provuar, kur kemi rënë dakord për shumë gjëra. Në fillim isha skeptik. Thash nuk do pranoj ndonjëherë. Se pranoj Irma Vall. Ja, një sekond. Të mbaroj Aleksandri, pastaj do shpjegohem unë. Dhe unë që, domethënë, për sa i përket punës, çdo gjë, çdo fjalë, çdo batut që mund të bëj me persona që kërkoj t'i ftoj, e ndaj me Mozën. Në rastin tënd kisha frikë më thojza t'i thoja shiko se nuk po më kthen përgjigje, shiko se tani është e zënë, shiko se ndoshta, shiko se ka mundësi. Dhe kam qenë shumë i lumtur kur më ke thënë, okej, pranoj. Prandaj faleminderit Irma që jemi ne. Faleminderit. Atëre, me Aleksandrin u lidha që para disa muajsh, në mos gaboj. Unë normalisht nuk jap shumë intervista, nuk jam shumë prezente në televizion apo radio, pjesën më të madhe them jo. Aleksandrit i thash jo, i thash dëgjojmë nga shtatori me mendimin që
ai shtatori do i qesh shumë larg. Pa harronte. Patjetër, dhe Aleksandri do kisha harruar. Kur ai më kontaktoi sërish, u gjenda ngushtë. Faktikisht e ngarkuar si zakonisht me gjërat që kam plot gjëra për bërë. Pikërisht sepse kisha dhënë fjalën, tash nuk mund t'i them jo. Ishte një luftë e fortë shpirtërore, e brendshme, midis pos edhe jos, pero pastaj vendosa po. Kështu që është kënaqësi që të jem me ju. Sepse pa qenë egoist nuk mund t'ishe ti e vetmja që do më thoje jo. Dakor? Tani. Megjithatë merita vetet e Irmës që ka pranuar që kjo dritare promovuese shumë poetëve të kishte pse pa diskutime dhe gjurmën tënde Irma, dhe nuk është e pakët gjurma jote. Sepse shoh edhe komentet që kanë ardhur kaq shpejt nga dëgjuesit tanë, cilit nuk do të humbasë asnjë koment sot pa lexuar. Përpara se fillojmë çdo gjë dhe do ta lë fjalën të betohem moza për 1 orë gjysmë. Irma. Ne do të bashkëbisedojmë, ky është një bashkëbisedim. Si e ke shkruar atë tekst këngë? Nuk po të thënë pse. Nuk jam duke të thënë pse, sepse nuk mund të bëj pyetje të tillë. Si? Është një tekst, ashtu siç janë tekstet e mia, në përgjithësi tepër i sinqert. Ishte një ëndër që më përsëritej shumë shpesh, ëndra e një dashurie platonike, që më kishte shoqëruar për shumë vite, dhe duke qenë se kishte kaluar shumë kohë, një mëngjes vërtet e pyeta veten si ka mundësi që shikoj gjithmonë këtë ëndër që më përsëritet, sikur e përqafoj atë njerëz të cilin vërtet nuk e bëra timin asnjëherë, dhe kështu lindi ky tekst që vërtet, si thoni ju, është nga tekstet ndoshta më të mira që pati dhe një lloj jehone, sepse është shkruar në vitin 1993. Unë mbaj mend që atëherë isha mësuese në një shkollë 8 vjeçare, dhe gjëja e çuditshme ishte ajo që kishte shokuar, sepse më erdhi ndërmend që i bëre një lloj komenti që atëherë kishte frikë edhe të ndërroje, ajo që kishte shokuar në thonjza ishte fakti që unë aty në tek refreni them të tjerë kanë hyrë në jetën time, kanë dashur, por si ty jo kur. Atëherë më thoni, po si ka mundësi që kanë hyrë të tjerë në jetën tënde? Po sa njerëz hyn në jetën e një njeriu, nuk është vetëm një, nuk është marrë vetëm një drejtim, po. Po bëj fjalë në të treshin sa po fillimet e demokracisë, kështu që unë nuk e di, unë di pastaj që zgjidhja një mënyrë tepër të largët, filloja udhëtimin për mos i dhënë përgjigjen e saktë, sepse më shikonin edhe kështu të ndrojtur, të mbyllur, kështu që si mund ta shkruaj kjo këtë tekst që të tjerë hyjnë në jetën e një njeriu. Në jetën e njeriu mund të hyjë vetëm një dhe nuk del më. Tani që ta përfundojmë për këtë këngën, si definicion, ti e di se çfarë dëmbesh ke bërë me këtë tekst apo jo? Pse? Jo, ndoshta ajo ka zgjuar dhe ka parë që ndjesitë të tilla jetojnë tek gjithë njerëzit, sepse ky është sinqeriteti i poezisë së Irmës, që përjetohet nga të gjithë, prandaj dhe reziston në kohë. Atëherë, përderisa refreni thot që të tjerë kanë hyrë në jetën time, por si ty nuk deta kant, okay. Çdo secili nga ne, teorikisht, platonikisht, si do ta quash, e ka pasur një gjysmë historie të tillë. Vëti çaj bën, ti ja kthen prap mrapsht? Mirë, ajo e ka bërë në atë kohë. Jo, ajo e ka bërë në të gjitha kohët. Ti Sandor do të thuash që fakti që të ka pëlqyer shumë se të dëgjova kur isha prapa skenës, të dëgjova që thej që është një nga këngët e mia më dashura. Fakti që është një nga këngët e tua më të dashura do thotë që ti e gjen veten atje, domethënë ke pasur jo mos e bëj gjysmë historie, ka mundësi të ketë një histori e plot. Platonike. Po, poeti është zëri i të gjithëve, apo jo? Unë nuk e shoh në këtë koncept, unë e shoh i çike dhe poetikisht, domethënë. Është një poezi që gjithë secili nga ne do ndjej kaq i lumtur po ta shkruante. Sepse ne kemi thënë, Irma, që në kohën që ne e shkruajmë poezi nuk është më ajona. Okej.
në qoftë se e publikon. Atëherë, me që jemi në këtë pritëm, Sandri. Një sekund. Vetëm një sekund sa ta mbyll. Dhe me që nuk është më ajona, atë poezin e kanë për detyrë morale, psiqike, quaj si të dush, ta interpretojnë çdo secili sipas asaj çka ai ka perceptuar. Jam dakord, patjetër. Unë e kam perceptuar në një mënyrë të tillë, duke edhe shkruar vetë dhe them, është një poezi që edhe në ëndër të ngjall dëshirën ta jetosh. E vujtshme, e dhimbshme, por është që bukur sa unë nuk kam ma fjalë, e mbyllëm. Atëherë, me që jemi tek poezia dhe unë gjithmonë preferoj që të përmbush puzzle-in e definicionit apo të përkufizimit të poezisë. Secili e ka përkufizuar në mënyrë jo shkencore dhe teorike, por në mënyrë shumë shpirtërore termin çfarë është poezia për ty. Irma, për ty çfarë është poezia? Sepse e ke marrë shumë, e ke nxjerrë nga shpirti, e ke marrë në dorë, e ke përpunuar, e ke kthyer në melodi, i ke dhënë nota dhe ngjyrime nga më të ndryshmet. Kështu që nga ti pres diçka shumë shpirtërore në këtë aspekt. Atëherë unë këtu është një pyetje tepër e gjerë, po unë dua të perifrazoj një poezi të poetit dhe filozofit liban Khalil Gibran, që më pëlqen shumë, i cili thotë: poezia është shpëtimtarja ime, pas së cilës kapem, kur çdo gjë përreth duket sikur po venitet. Kur jam bërë aq i padepërtueshëm, sa edhe ajri nuk kalon dot. Pra, edhe për mua, për kufizimi i poezisë është pikërisht kjo. Shpëtimtarja ime, si ka marrëdhënia e shpëtimit, që të gjendet pranë ose dikush ta hedh në momentet më të vështira, atëherë kur ti ke nevojë të, si thua, ti hapesh dhe të gjitha ato emocionet e tua ti ndash me poezinë. Unë e shoh Sandrin që është i egzaltuar, do ta thotë edhe ai një përgjigje çfarë është poezia për Sandrin. Sandri. Jo, unë desha ta pyes diçka. Se pash që u zgjove për të thënë diçka. Jo, më pëlqej jashtëzakonisht shumë sepse e njoh këtë poet, e kam lexuar këtë poezi, prandaj domethënë e komplimentoj sepse më pëlqen jashtëzakonisht shumë ajo, sidomos aty ku nuk hyn as ajri. A ke shkruar ndonjëherë poezi kur ke qenë shumë e mërzitur, ose shumë e trishtuar, ose shumë gjuhë, ose shumë e dëshpëruar? Ka shumë drithie brenda poezisë, është shumë meditative poezia e Irmës, po ka edhe drithie. Edhe është shumë humane, edhe është shumë e prekshme, edhe është shumë njerëzore brenda. Të paktën poezitë që lexuam unë dhe Sandri që i kemi bërë video poezi, ishin poezi shpirti, ishin poezi të dedikuara personave tanë të shtrenjtë. Janë dhe s'janë në këtë jetë. Këtë i pyetje që i bëra. Ke shkruar ndonjëherë poezi kur ke qenë terra, kur ke qenë... Atëherë, unë e poezinë kam ndarë momentet e mia të gëzimit, po dhe të gjitha momentet e dhimbjes. Unë kam vëllime me poezi, për shembull, që kur e hap, e di shumë mirë që këtë vëllim me poezi, pothuajse të gjitha poezitë janë në një periudhë ku për shembull kam patur probleme, kam qenë e trishtuar, ku kam pasur probleme shëndetësore, për shembull me një prind, me nënën, me babain, kështu që unë patjetër. Poezia është bashkëpunëtarja ime. E kam thënë dhe herë tjetër që poezia, unë jam rritur me poezinë, dhe poezia nga ana tjetër ka pasqyruar të gjitha shqetësimet, trishtimet, brengat, dhimbjet, lotët e mi. Kështu që patjetër është mëse normale që unë të ndaj edhe momentet e trishtimit dhe dhimbjes me poezinë. Nuk mund ta quajmë oportuniste këtë lloj poezie. Se mund ta quajmë oportuniste? Sepse siç ka dhe poezi komerciale, ka dhe këtë lloj poezie që oportuniste në kuptimin që ti e shkruan dhe e di që suksesi do të jetë i madh
sepse prek qindra e qindra nga ato që i kanë jetuar ose mendojnë që mund të jetojnë atë situatë tamën. Sandri, unë shkruaj vetëm me shpirt. Kështu që në momentin që unë, do më thënë, poezitë e mia janë poezi shpirti. Unë nuk arrit të shkruaj ndryshe. Kështu që unë në momentin kur shkruaj është ajo që dua, ajo që ndjej. Më ka ndodhur bile kur kam qenë edhe në takime që lexoj poezitë e mia dhe janë aq shumë të mia dhe jam aq të ndjera që e kam shkruar me shpirt, sa dhe në ato momente që e lexoj ka raste që më dridhet zëri ose ndjej mornica që domethënë sikur ta ketë shkruar në njëri tjetër e rindjej përsëri. Kështu që unë në momentin që e shkruaj poezinë, për mua nuk ekziston lexuesi. Lexuesi ekziston vetëm kur unë e përfundoj poezinë dhe pastaj si thua, e ndaj me lexuesin. Ka raste kur nuk arrit ta di me siguri 100% që një poezi që e kam shkruar në këtë moment të caktuar, domethënë do ketë një jehon. Atë nuk mund ta di. Unë them, atë që bëj unë është që unë ndaj dhimbjen me poezinë. Kështu që deri në atë moment ajo është e imja. Pastaj unë kur ja jap lexuesve nuk e di se sa përqind ata do ta gjejnë veten. Nuk bëj nuk mund bëj kurrë në thonjza pazar me ndjenja. Nuk ti sot në këtë stad nuk e mendon rrezikun e asaj çka mund të ndodhë tek ajo që thash oportunizmi, ai që do të kuptoj gabimet tjera. E di pse ta them Irma, duhet të t'jap, më fal, një shembull jashtëzakonisht shumë të vogël. Po shkruaja një ditë një poezi për qytetin, për Shkodrën. Në vend që ta kopjoja nga ai dokumenti, e fshi. Në momentin që e fshi, nuk më kujtohet më as edhe një gjysmë vargut se çfarë kisha shkruar. Nga inati i kësaj, shkruaj një poezi tjetër që them veç ti hajde. Ti që vjen qytetin tënd të Shkodrës, do gjesh një tavë krapit të shumë. Atëherë, unë isha i sigurt që në fund të asaj poezie po bëja një poezi komerciale. Ka qenë një poezi që nuk është shumë poetike, por që ka pas mbi 40 e sa kondivizione, 350 komente, dhe unë sa herë mund ta publikoj, edhe me video, ajo do ketë po aq. Ta hedhin poshtë dëgjuesit këtë, sepse thonë vazhdimisht komentet për ata që e njohin krijimtarinë e Irmës. Irma shkruan vetëm me shpirt. Irma është e vërtet në atë që bën. Jam dakord dhe shqyrtym që shumë e sinqert. Po unë kisha në fakt një pyetje tjetër që të mos u mbasim kohën, sepse unë e di që marr kritika nga ty Sandri që unë të ndërpres apo vrapoj shumë. Jo, absolutisht. Po që ta din dëgjuesit, unë nuk po debatoja me Irmën, i bëre një pyetje sepse e di që ajo e ka kaluar atë stad, domethënë të asaj frikës që mund të quhet e tillë. Ishte vetëm kjo, domethënë për ta zënë bisedën. Unë fakt Sandri do bëhem si ti tani dhe do t'i them Irmës, pyetje ngacmuese. A ka mbetur ndonjë poezi ndonjëherë në shpirtin tënd që ti do ta konsideroje të ishe anonime dhe ta thoje një gjë shumë troç, por njëkohësisht mos dilje që ishe ti? A ka pasur ndonjëherë ndonjë përpjekje të tillë nga ana jote? Ndonjë rebelim shpirtëror për të treguar diçka që në fundit nuk e thua dot kështu me emrin tënd poshtë? Në poezi jo. Në poezi jo, sepse në poezi kam shprehur gjithçka, jam ajo që ndoshta në poezi jam ajo që nuk jam në jetë ndoshta. Kuptimin që jam më e lirë, më e guximshme, nuk kam frikë, si thua, nuk druhem nga interpretimet, nga keq interpretimet. Kurse në të vërtetë në realitet jam tepër e ngrohtur,
akoma me gjithë se kalon një pafundësi vitesh jam e ndrojtur, kështu që në poezi jo, më ka ndodhur ndoshta kjo që thoni ju Moza, më ka ndodhur me romanet, me romanin për shembull, kur kam dashur të shkruaj në prozë, kam menduar po sigur të bëj këtë tematikë etj. Aty pastaj kam bërë hapa pas. Sepse duke qenë se unë edhe në romane, shumë për tyre janë biografik, nuk do doja që në momentet që botoj një roman që ndoshta nuk është autobiografik, njerëzit duke më njohur se si shkruaj, me siguri do ta marrin të tillë edhe këtë libër. Prandaj kjo më ka ndodhur me prozën, po, që kam thënë do të shkruaj për këtë tematik, të bëj këtë personazh. Dhe kam bërë hapa mbrapa pastaj po. Po, a duhet vepruar kështu apo duhet guxuar? Përse guxon në poezi dhe nuk guxon në prozë? Ti edhe atje. Po, sepse me poezinë jam rritur, kam filluar të shkruaj që kur isha 10 vjeç. Pra, gati 50 vjeç. 50 pra vjeç. poezia do thoja unë është emocion dhe proza është mendim. Poezia po, me poezinë kam një lidhje tjetër. Është tamam sikur është një bashkëudhëtarja ime, dhe asaj mund t'i besoj të gjitha intimitetet, çastet e frikës, të ndrojtjes, të dhimbjes, të lodhve. Në prozë nuk jam akoma, si thuash, kaq e familiarizuar. Kështu që proza ka një dimension tjetër. Po, vazhdo. Proza ka një dimension tjetër dhe proza është shumë impenjative, kërkon më shumë mund, më shumë kohë etj. Dhe prap në prozë, ndonse romanet apo tregimet që kam shkruar janë pritur mirë, prap nuk jam, si thuash, nuk ndjem ndonjëherë sikur jam në një pyll të dëndur dhe të komplikuar ku mund të mbas. Kurse në poezi nuk mbas kur. Sepse unë do kisha shtu dhe diçka tjetër, ndoshta nga që poezia është qasti, është momenti. Nuk të lën kohë të analizosh. Ndërsa në prozë, ti do e marrësh, do e përgatitësh atë grumin, dhe janë 220.000 pyetje se a është e vërtet, a mund të thohet në këtë formë. Poezia nuk të lejon, poezia është qast, është e vërtet, poezia është e qast, po, është qast. E mbaron aty. Unë kam thënë dikur që biles, poeti nuk e mbyll poezinë, është poezia që mbyll veten. Vargun e fundit e vend poezia. Edhe ne kur interpretojmë, Sandri, dhe ne kur interpretojmë, e lëm pak si në reticencë. Nuk i bëjmë bam prerjet mendimit. Sepse intuitivisht, se cili prej nesh mendon që fantazia apo perceptimi mund të vazhdojë. Edhe aftësia interpretuesit është që të shkojë në simbiozë me mendimin e poetit. Sikurse jam me mendimit për një qetësi dhe për një shplodhje, të sjellë një moment. Sapo dohet pyesja, ke bërë ndonjë nga ato të bukrat? Ja, kam Irma pak më parë përmendi që emocionet e mia tha shpesh kur ti bëre pyetjen për trishtimin, kam shkruar për nënën, për babain, dhe un kam zgjedhur një letër nënës, një moment që secili prej nesh e ka përjetuar me nënën. Ta ndajmë së bashku dhe kthehemi sërish. Moza. Okay. Mbrëmjet e ftohta përreth një furnele të vogël. Sandri urdhro. Jo, më fal. Jo, ishte ideja që pasaj do shtoj diçka tjetër unë pas kësaj. Pas videos. Okej. Ndjes. Jo, s'ka gjë. Letër nënës, Irma Kurti. Si je nën?
Prej kohësh nuk flasim. Nuk kam marrë prej teje asnjë lajm. Ka shenja që në përditi deshifroj. Si sinjale që ti mi sjell nga larg. Premtove se vdekja s'do të më ndante. Dhe vetëm për një çast ti do të vije. Të gjitha ditët e mia janë shndruar në rrahje të shpejta zemre, në pritje. Tani unë s'mundem që të vi tek ti, se udhën ma zën vargje poezish plot. Të tjera ide të zbeta, të përgjumura, po më presin që mbi letër t'i zgjoj. Në përditi sjell ndërmend aq shpesh kujtimet tona, bisedat për dashurinë, mbrëmjet e ftohta përreth një furnele të vogël që ngrohte të tërë shtëpinë. E shtrejta ime, ti mbaje premtimet. E këtë herë diçka ka ndodhur me siguri. Do të ta nis letrën në strehën tënde, që rifreskohet në hijen e selvis. Bravo Moza, faleminderit. Bravo, shumë bukur. Irma, kjo ishte një poezi shumë impenjative dhe shumë me emocion të madh brenda, dhe shpesh herë ne artistët nuk duhet binë në kursin e lodhve, por mua mu desh ta ndaloja disa herë veten. Dhe kjo është merita e peshës emocionale që i ke veshur ti, por njëkohësisht edhe përshirjes që të bën gjithë elementët artistik të saj. Ti përkthen dhe je përkthyer. Si është përkthesh një poezi, ndoshta vetë tënden, në një gjuhë tjetër, emocion humbet gjatë saj, dua ta lidh me diçka tjetër, Sandri. E di, por Frok Kovaçi pikërisht për këtë poezi më ka nis një analizë shumë të bukur. Unë prandaj doja që pastaj të kalosh tek pjesa tjetër, sepse më lutet thot, edhe nëse nuk e ke. Po vetëm mund të ma kthi pak përgjigjen sepse harron dhe pyetjen pastaj Irma dhe më njëherë komentin e Frokut. Meqense është e nxehtë situata jon dhe është shumë e emocionuar Irma. Irma, emocioni ndryshon ngjyrë dhe formë kur ti e përkthen në një gjuhë tjetër, e thënë ndryshe. Se dua ta lidh pastaj me diçka tjetër që unë e kam parë dhe në gjuhë huaj dhe më ka përcjellë po të njëjtin emocion. Po ndoshta e ka veshur diçka më mahnitse se sa fjala. Më kthej një përgjigje dhe pastaj pas Frokut do të vendos diçka. Mendoj që edhe në gjuhën italiane, me cilën ja përfyer më shumë poezitë e mia, emocioni mbetet i njëjtë. Emocioni i kësaj poezie apo poezive të tjera që vërtet janë shkruar me dhimbje dhe me lot, me shumë ndjenjë, jam munduar ta ruaj. Sipas me vjen në mënyrë natyrale, sepse duke qenë se i përkthej unë vetë, emocioni mbetet i tillë edhe në një gjuhë tjetër, edhe kur e përcjell në një gjuhë tjetër. Pra, është aftësia, le të themi, e përkthyesit për të ruajtur magjinë e ndjenjës brenda, sepse na ndoshta po ta ndoshta po ta përkthente dikush tjetër, nuk e di nëse do ta arrinte, duke qenë që e kam shkruar unë këngën, tekstin, poezin, atëherë është e natyrshme që
ta ruaj edhe përcjelljen të njëjtin emocion edhe në ngjyrë tjetër, edhe kur e përcjell në ngjyrë tjetër. Po. Sandri, me kënaqësi mendimin e Frokut që është pjesë e këtij emisioni, do ta dëgjojmë me kërshëri. Okej. Ai biles duke mos e ditur që e ke recituar ti, më shkruan, nëse nuk e ke interpretuar poezin letër nënës, do të lutesh e ta lexosh përpara analizës time. Mora një poezi të veçantë për të qenë e përgjithshme. Brezim është rrit me poezinë e Esenimit, poet me ndikim të madh në poezinë moderne evropiane e më gjerë. Edhe Irma këtë poezi e ka shkruar duke marrë motivin nga njëjti burim. Nuk këtë burim e ka marrë edhe Salvatore Quasimodo në poezinë Dhe me njëherë bëhet mbrëmje, me një ton meditativ dhe ekzistencial lidhje me tokën, nënën e tjerë. Të njëjtën gjë ka bërë edhe Irma Kurti me Letën nënës. Përveç burimit të njëjtë, nuk ka as pak plagjatur, vetëm reminiscencë. Përpos, ajo i ka dhënë shpirt feminist, imtësirave e kujtimeve të fëmirisë, dhe në këtë formë poezia bëhet ur komunikimi, e transformuar në një udhtim shpirtëror. Pra Irma ka te kjo poezi një reflektim modern mbi atë që është universale. Lidhja e pandashme me figurën e nënës dhe fuqia e fjalës për ta mbajtur atë gjallë në kujtesë. Ju uroj rrugtim të mbar në krijimtarin tuaj, pa harruar ju moderatorët e këtij emisioni. Faleminderit. Nuk e di sa je dakord me atë që lexova, por ai duke lexuar këtë lloj poezie arrin në një analizë, në një konkluzion të tillë. Po, sepse është një poezi titulluar Esenini, titulluar Letër nënës. Po nuk, si thua, nuk ka asnjë ai pikërisht këtë thotë që ti i pra nuk është plagjatura këtë ikët. Okej, Moza. Atëre, Irma, ne të kishim premtuar që diçka e bukur të pret në këtë emision përveç mbështetjes të jashtëzakonshme që dëgjuesit tanë shpirtërisht dhe në një mënyrë shumë interaktive gjatë kohës që ne bisedonim kanë shprehur mendimet e tyre, që vetëm pas kësaj do t'i lexojmë, duke i falenderuar secilin. I falenderoj dhe unë. Më parë, unë dua në vazhd të asaj çka ju pyeta për pjesën e shpirtërores që ruhet në një gjuhë tjetër, unë dua të sjell diçka dhe pastaj do ta diskutojmë. Come stai mamma? Da tempo non parliamo. Non ho ricevuto nessuna notizia da te. Ci sono segnali che nei giorni decifro, come un tuo saluto, come le tue tracce. Tu mi avevi promesso che saresti venuta e non ci avrebbe mai separato la morte. Tutti i miei giorni si sono trasformati in atteso in battiti veloci del cuore. Mamma, io non posso venire da te adesso.
sapevi mantenere le promesse, mamma, e temo che forse qualcosa sia successo. Ti spedirò la lettera nella tua dimora, rinfrescata dall'ombra di un cipresso. Mamma, io non posso venire da te adesso, i versi mi aspettano immersi nel sonno, molte idee vaghe e confuse mi attendono di tornare al più presto su un foglio. Mamma, io non posso venire da te adesso, i versi mi aspettano immersi nel sonno, molte idee vaghe e confuse mi attendono di tornare al più presto su un foglio. Sa bukur, faleminderit. Moza, shikoj që jeni shumë vendosur që të më bëni të qaj sot. Megjithëse nuk i doni lotët, vazhdoni me këtë poezi në të gjitha gjuhët, për shumë bukur. Falenderoj shumë Sokolin, Dhurat e surprizë. mikut ton Sokol, i cili nuk Shumë, rresh shumë faleminderit. mori. Faleminderit, të surprizë shumë e bukur, vërtet. Po ku e Që një gjetët? E gjetët? përzgjedhje. Jo, që E një gjetët përzgjedhje online? shkurtore. Sokoli ma dërgoi për të bërë video dhe i thash sa Po. mirë, unë e kam bërë, i thash video poezi. Po më vjen mirë që është italisht, i thash unë dhe unë e kam bërë shqip dhe kështu Po. që e kompletojmë botën e Irmës Shumë që është faleminderit. mes italisë dhe Shqipërisë. Faleminderit. E falenderojmë Shumë shumë emocion. Sokolin. Vërtet e falenderoj dhe unë. Surprizë shumë e bukur. Sandri, je i heshtur, emocionet kanë kapluar, por që të zgjohesh pak, se e di që e futur në atë botën tënde meditative tashmë, secili kushdo që e ka dëgjuar, lotët nuk i ka përmbajt, sepse muzika është magji. Nuk them që i mbivendoset poezis, po e zbukuron atë dhe e vesh me një hijeshi të jashtëzakonshme. Është një këngë e krijuar me inteligjencën artificiale, por njëkohësisht me dorën dhe mjeshtërinë artistike të kritereve selektive të mjeshtrit Sokol Lekaj. Sandri, kishe diçka përpara se të vazhdoj? Se më duket sikur do të flasësh. Jo. Atëherë, Irma, Është poezia një mrekulli, mund t'i vesh çfarë do lloj muzike të sipër. patjetër, por edhe ne kur interpretojmë e kërkojmë pak vijën muzikore. Është teksti që të mbët. Patjetër, por të dyja së bashku komplimentojnë njëra tjetrën edhe Jam krejt dakord. Jam krejt dakord dhe si që të thashe, falenderoj jashtëzakonisht shumë mjeshtrin Sokol Lekaj, sepse është bukur të dish o të gjesh edhe atë vi melodike që mund t'i shkoj atij teksti. Prandaj thash kriteret selektive që ai ka zgjedhur. Por përderisa njeriu gjën më të shtret ka fjalën. Dhe ajo fjala të vjen këtu, të mbyt. E shtreta nëna ime, unë nuk mund të vi atje tek ti. Ti nuk mund të vish këtu tek unë. Po ne e pam se sa dhimbshëm tingëlloi. Kush nuk e ka mundësinë ta përqafoj atë nën, e kputej varg. Kështu që mos kërko koment nga unë. As nga ajo. Jo, unë nuk kërkoj koment, por doja të thoja thoja që pyetjen që dohet bëhe Mimoza, lëre, fute në xhep, mos e bë atë pyetje. Se nuk të le Sandri. Nuk po e vazhdoj, por unë doja të komplimentoja aty Irma,
Dhe të thoja që ti dimensionet e tua si artiste nuk ngurron ti eksperimentosh me trendin e kohës. Unë kam parë kam sigurisht që për çdo të ftuar unë navigoj në internet dhe kërkoj pa çka se di diçka mbi jetë shkrimin që ju dërgoni, më duhet që ta plotësoj veten duke njohur më shumë mbi gjithë hapat tuaj që janë shënuar ndonjëherë në mënyrë modeste ju edhe nuk i shënoni. Dhe unë pash që ju në YouTube keni një kanal tuaj, kur poezit tuaja kishin marrë një formë tjetër, në formën që sapo dëgjuam. Ke dashur që t'jesh të eksperimentuese në trendin e kohës, apo ke pasur një qëllim më tej për këtë risi që i ke ofruar dëgjuesve? Atëherë këtë kanalin në YouTube unë e kam krijuar që përpara një muaj më përpara. Një miku im i cili është edhe admirues i vargjeve të mia, Shpëtim Zhapo Kika, ai prej shumë vitesh, gati 20 vitesh më ka votuar në kanalin e tij YouTube të gjitha këngët e mia, kështu që është një njeri vërtet që nuk është e mjaftueshme asnjëherë falënderimet e mia. Ishte ai që para pak kohësh, si që thash, më tregoi për këto programet, unë kisha parë tek tu, megjithatë mungesa e kohës më kishte bërë që mos i kushoja shumë rëndësi. Ai, si thua, në një lloj mënyre u bë nxitësi im dhe më tha, mund ta provosh që ti muzikosh. Atëherë unë ishte një periudhë e mendova, ishin dy arsyet që më bën të hap të kanal. Arsyeja e parë ishte se unë jam e dashuruar me muzikën. Kam bashkëpunuar me shumë kompozitorë dhe bashkëpunoj, por për mua, e thash edhe diku, jeta është shumë e shkurtër për të pritur dhe për të bërë vetëm një këngë në vit. Kështu që kam qenë gjithmonë e dëshiruar që të krijoj vazhdimisht, sepse unë them tani që mundem, dua të them gjithë ato që kam brenda meje. Për nesërmja nuk dihet. Kështu që duke qenë se shumë kompozitorë, paktën ata që njoh unë, kanë ritme tepër të ngadalë, dhe unë shpeshherë i shkruaj kur do bashkëpunojmë edhe të tjerë, por nuk dua të bëhem dhe e mërzitshme, sepse edhe bashkëpunimi duhet të jetë reciprok dhe duhet të jetë dëshira e të dy palëve. Pra, në momentin që gjeta një program i cili muzikon dhe tekstet e mia, pra kjo ishte një lloj me një ritëm patjetër tjetër, se ti mund të krijosh edhe çdo ditë. Mendova që një nga arsyet që ka këtë kanal ishte pikërisht kjo, pra të kisha mundësi të përputhja poezinë time, atë që kam bërë nëpër vite, me një muzikë, por kësaj radhe të prodhuar me inteligjencën artificiale e para. E dyta, kam parë vitet e fundit që ka një largësi të njerëzit janë ftohur nga leximi i librave, nga leximi i poezive. E shikoja vetë, unë normalisht në faqen time si autore kam botuar vazhdimisht poezi. Erdhi një moment kur e shikoja që kishte një lloj, si thuash, distance, edhe sepse tani njerëzit nuk kanë kohë, çdo gjë është ecën me një ritëm shumë të shpejtë dhe njerëzit përqendrohen më shumë të lexojnë gjërat e internetit, çdo gjë rrjedh me një ritëm të shpejtë. Kështu që mendova që duke i muzikuar, duke edhe një muzikë teksteve të poezive të mia, kjo ishte një mënyrë tjetër për t'i përcjell nëpërmjet një gjinie të dashur, siç është kënga, poezitë e mia. Mendoj që është një kanal i ri, por kam pasur shumë, si thua, reagime pozitive, njerëzit përqendrohen pavarësisht pa çka se muzika jam munduar shpeshherë, pra edhe aty, ka humbje kohe, mundohem t'i gjej muzikën e duhur, emocionin e duhur, etj, provoj shumë herë, por shikoj që njerëzit, dhe kjo më ka dhënë shumë kënaqësi, njerëzit e vlerësojnë, lexuesit e vlerësojnë të bukurën, dëgjuesit e vlerësojnë të bukurën, dhe kur përqendrohen tek poezia që më thon bukur apo e gjejnë veten etj, mendoj që është një hap, ndoshta një hap pak më përpara për ta afruar lexuesin me poezinë time. Dhe ndoshta kjo është një rrugë. Tani, si thua, e kam nisur tani, nuk e di si do vazhdoj, nuk e di nëse do ta kem akoma këtë zell dhe do shikoj,
Po mendoj Jo, që tani ndoshta për tani ti jam e prekohesh. kënaqur. Ti e kishe nisur prekohesh këtë trend, por me kompozitor fizik, tashmë në një formë tjetër. Pra për ty nuk është ndonjë gjë e re, E le të vërtet. themi. Unë Është një Moza, vazhdim. e vërtet. Unë këngën e parë kam bërë në vitin 1983. Kur isha 17 vjeç me kompozitorin Aleksandr Vezuli. Kurse këngët e tjera më të suksesshme kanë qenë gjatë viteve 85, 86, isha 19-20 vjeç, e më pas me Ilir Dangëllin, Duan Zhegun, me Ferdinand Dedën, Haixhi Arjan, me shumë kompozitorë. Pra, tani jam në vazhdën prap të bashkëpunimeve të mia me muzikën, të poezisë, të lidhjes së poezisë me muzikën. Tani jam munduar si thash të t'i përshtatem rrythmës së re bashkëkohore. Deri tani jam e kënaqur sepse shikoj që ka shumë njerëz që më përgëzojnë, që përqendrohen tek teksti, tek si thua e gjen veten në vargjet e mia. Unë dua pikërisht këtë të realizoj, që t'i sjell njerëzit sa më pranë vargjeve. Irma, të bëj pyetje provokuese pak. Po. The pak përpara që e ke vënë në re edhe në faqen tënde që publikon shumë poezi që njerëzit janë lodhur dhe nuk janë kanikur. Pastaj the që duke përdor këtë lloj ideet, këtë risi, ka nga ato që e pëlqejnë. Janë rikthyer ato që kanë ikur, apo këto janë të tjerë që pëlqejnë këtë lloj poezie të ilustruar ndoshta në nota muzikore. Janë ato. Po janë edhe njerëz të panjohur, Aleksandër, janë edhe njerëz të panjohur që unë nuk i njoh. Kështu që nuk është rikthim. Në kuptimin muzika, në kuptimin e saj që ne pak a shumë e dim se kush na ndjek e ke ndjekim. Po janë dhe të tjerë, janë dhe njerëz të tjerë që unë nuk i njoh. Janë dhe njerëz të tjerë. Këto të vjetrit që kanë ikur janë rikthyer në këtë risinë e re. Nuk mund ta dish asnjëherë kush ka ikur. Unë shikoja sepse unë ke parasysh, nuk mund t'i ndjekësh kush janë ata që të ndjekin, kush pak a shumë ata të rregullt i di, mund të jenë 10, 20, 100. Po jo më shumë, kështu që nuk mund të them asnjëherë në sa. Sepse ti edhe unë edhe ato që janë të vërtet në këtë rast nuk bëjnë kompromise. Nuk ka ta paguaj kafen unë sot, nesër do ma paguash ti patjetër. Unë mund të t'jap 20 kafe pa më dhënë ti 1. Në qoftë se kam dëshirën ose në sjelljes. Dhe unë të gjej nga këto kafegjit që për poezi që më mirë mos i quajmë të tilla, ka nga 1000 like, nga 300-400 yje, Atjetër, nuk është tregues, po. Pra, domethënë, unë e di që ti edhe unë, ti edhe unë preferojmë t'i kemi ato 5, 10, 15, 20 tamam, se sa ato të tjera që duhet pastaj të rrish edhe 3 ditë t'i kthesh përgjigje faleminderit kot. Patjetër, Aleksandër, po siç e thash, unë jam afër botës së muzikës, unë jam e dashuruar me muzikën, unë nuk kam kohë të pres. Nuk mund të pres të bëj një këngë në vit. Është jashtëzakonisht shumë e bukur kjo. Kjo është ideja ime. Unë tani gjatë kësaj periudhe, gjatë 10 muaj, kam pasur jashtëzakonisht ngarkesa, sepse shpeshherë kam manin të marr përsipër shumë gjëra, plus përkthimet, ndihmesën ndaj autorëve shqiptar, unë e kam në rend të ditës, domethënë 1 orë e gjysmë, 2 orë çdo mbasdite, duke ju dedikuar përkthimeve, kështu që fakti që jam afruar kësaj bote është edhe një lloj, si thua, shplodhje për mua, sepse është shplodhje, sepse unë e shikoj, si thua, në momentet që filloj dëgjoj këngën e tjerë, filloj dhe këndoj këtu në shtëpi. Një krim i ri që bën. Është një dëshirë, është një pasion i im. Ose shpeshherë më del gjumi natën, në vend që të vinë mendime, më vin tingulli. Kështu që edhe kjo është. Çfarë këndon në shtëpi?
Për shembull, do na këndosh në një gjë sot e ka fjalën Sandri. Për shembull, çat të vjen mend direkt tani. Një këngë tënde me siguri, apo çfarë duash ti, diçka? Mos e provokoj, e di vete ose ç'a do kënoj. Jo, nuk e di, po mendoj se çfarë kërkoni nga unë këngë, nuk e di. Unë të prezantova edhe si këngëtare, edhe si këngëtare. Atë që të ka shku në mend kur ke qenë duke punu ato librat dhe the që kanë kënoj edhe në për shtëpi. Për shembull. Atëre, para një jave isha në konsulatën e ftuar në konsulatën e Milanos. Dua vërtet të falenderoj konsullen Anila Pojani, se vërtet është vërtet mirë se që na i hap dyert gjithmonë e krijuesve shqiptar, dhe kjo është gjë e rrallë, domethënë. Nuk është e lehtë. Dhe aty këndova një nga këngët e mia të fundit. Ajo që më bëri për të qeshur është se ndërkohë edhe recitova poezitë e mia, ishte edhe një intervistë e shkurtër. Ajo që më bëri për të qeshur më vonë është se pata disa njerëz që më shkruajtën mesazhe dhe më thanë, këndon shumë bukur, suksese. Dhe askush nuk u përqendrua te poezitë apo intervista që thash etj etj. Kështu që thash 50 vite që unë jam dedikuar poezisë, i pash që hidheshin në plera, në koshin e plerave dhe ajo që kishte dominuar. Pra që prapë 3 minuta. Po, ajo që kishte dominuar ishte kënga, që këndoj shumë mirë. Ha, cila ishte kënga? Do këndoj atë që këndova. Jo, vetëm një fragment, sepse do qesh në pastaj. Do këndoj atë që këndova atje. Do këndoj atë që këndova. Ta dëgjoj. Dhe unë do të zbandoj. Ti do gjele... Një sekundë. Aspetta, fjala parë vjen italisht. Ti do letra tona, brenda mbanin dashurin, gërmat një nga një u tretën dhe u bënë shkrumbej. U venit busjeshja jote në foton ku ishim bashk, dhe vështrimi yt i ëmbël i ngrohtë që më thoshte mira fjalë. Ndjenja mbeti prap diku në shpirtin tënd, grindje dhe pasioni në netët pa gjumë, i rifikur në oxhak dishte tani më shumë. Eja ti në jetën time si dikur, zjomë nga ky gjumi thellë letargji, puthjen tënde si thesare ruaj ende në buzë. Bravo! Më shkruani dhe ju që këndon shumë bukur. Kështu që ti dedikojmë këngës më mirë, mos harxoj kohë me poezinë. Jo, ne do të lexojmë tani pa humbur kohë mesazhet e dëgjuesve tanë, duke i falenderuar në mënyrë të përgjithshme secilin prej tyre. Sandri, unë të filloj apo do fillosh ti? Jo, fillo dhe mbaro ti se sa t'i gjej unë. Okej, lumturitë e miri, një fillim mrekullisht i bukur, momenti kur hapet me këngën Ermira Babaliut. Drita Dilaver, bravo, një fillim i mbar gjysma e punës. Igël Prevazi, mbrëmje të bukur. Mimoza Bici, Irma është një poete që i ka rezistuar me dinjitet kohës, është krenari kombëtare për imazhin e Shqipërisë në zhanrin e letërsisë. Urime për këtë vazhdimsi interesante nga ju të dy të mrekullueshmit tanë, Mimoza dhe Aleksandër, suksese Irmës. Faleminderit. Lumturi sërish vijon. Irma, je vërtet e mrekullueshme, të kam admiruar herët, të uroj vetëm shëndet dhe shpirt të pashterur. Teuta Sadiku, do ndale më pas tek Teuta, një emision me të ftuarën poeten, gazetare dhe përkthyesen Irma Kurti, do të jetë vërtet një spektakël tërheqës plot emocion dhe melodioz. Tekstet e këngëve janë në disa gjuhë, ashtu si dhe poezia e saj është përkthyer në shumë gjuhë. Ju uroj një mbrëmje poetike dhe i ftoj gjithë dëgjuesit të shijojnë këtë mbrëmje poetike. Ildi e Xhemali, gëzohem që të shoh dhe unë dhe shumë miq dhe dëgjues të orës poetike të natës së sotme. Preng Maca, urime për emisionin tuaj. Genci Prevazi, bukur. Vijojmë tek Lumturi Demiri sërish, atëherë poeti e ka kryer misionin, nëse shumë lexues gjen diçka nga vetja në vargjet e tij.
Mëse e vërtet kjo, Xhabir Tabaku, rrallë nis emisioni Kaq lëngët, ju të dy po, por poetja e mrekullueshme edhe në bisedat, siç është në shkrim. Faleminderit. Adnanin e kemi pas këtu, Ildia Xhemali sërish, poezia e Irmës përmbledh të gjitha ndjenjat, por melankolia është lulja më e dalluar tek ato. E vërtet, Preng Maca, për mua poezia e vërtet është ajo që të shkruan. Është një mënyrë për të komunikuar me botën nëpërmjet lirisë së autorit. Mimoza Selmani. Në këtë kontekst, tek ajo që diskutuam më përpara, Preng Maca shton këtë. Mendoj, thot Pasen Klapa sipas mehet, poezia ka qenë dhe është elitare dhe si e tillë, siguria e krijimit rri brenda vetes së pari, duke u trembur në thojza se së pari nga autocensura, por kur mos u tremb se nuk do të lexohesh. E ndrejt shtylla, një mbrëma miqtë mi Moza e Sandër, urimet më të përzemërta për këtë emision kaq me vlerë, i cili përcjell utësi e mirësi. Gjithashtu përshëndes dhe poeten Irma Kurti, e cila na përcjell kaq emocione ndjenja me vargjet e saja. Dudiana Lella. Sa më pëlqej kjo poete, kur tha, unë shkruaj në bazë të ndjenjës time, frymëzimit tim, botës time shpirtërore, dhe kur e shpërndaj nuk e di se çfarë do bëhet me ndjenjën time. Se unë nuk bëj kompromis me ato që ndjej e shkruaj unë, me të tjerët. Ky është këndvështrim i bukur i një poete që frymëzohet duke lënë lexuesit hapësirën e duhur të tij për të ndjerë këtë poezi dhe për të analizuar emocionalisht këtë poezi. Unë ja njoh shkrimet të kësaj poete që kur ishte edhe më e re. Është akoma e re. Dhe më ka pëlqyer shumë muza e saj poetike. Suksese të tre në këtë emision të bukur. Faleminderit. Mimoza Bicin e lexove, Moza? Po, e lexova më lart. lart. Është Mimoza Selmani, komplimente për emisionin, një dritare për të shijuar poezinë. Bona Abazi, urime dhe suksese orës poetike, në veçat dy poetes, dhe shkrimtares Irma Kurti, suksese për ju Mimoza, dhe profesor Aleksandrit, udhëtarët e interpretimit, dhe për çmimit të mesazhit të vargut tek ne dëgjuesit. Faleminderit Bonës, Ildia Xhemali. Me sa e njoh Irmën, ajo nuk di të shtiret, nuk shkruan për të bërë show, as për të rrequr vëmendjen. Margarita Lapushi, Zeneli, mirëmbrëma artist të bukur në shpirt, dhe sot jam e bindur se do të marrim shumë emocione përmes poezisë nga Irma Kurti. Ju uroj shumë suksese. Elisabeta Isufi, mirëmbrëma Mimoza, të uroj emision të mbar ty dhe të ftuar speciale Irma, duket kaq shumë poete e sinqert. Lumturi dhe miri të risot, nuk shkruan me planifikim Irma, është spontane, befasuese në çdo poezi të sajën. Unë kështu e kam lexuar gjithmonë. Preng Macën e lexove Sandri? Po, tani unë kam një koment tjetër që më ka ardhur nga Emi Krosi. Po. Ndërtimi i Moza mundem. Patjetër. Ndërtimi i kontaktit me botën përmes poezisë, secili poete zgjedh jo vetëm momentet, por edhe temat që në kohë të caktuara kanë shumë domethënie. Përmes njohjes së botës, me ato që dim ose nuk dim, perceptimi i njohjes në kontekstin social vjen përmes kontekstit fenomenologjik, qase orientuar nga teksti, përmes edhe dimensionit të kohës, ku dhe teknika e poezisë, sidomos poezisë moderne, duket një qartësi jo vetëm individualiteti i autorit, por edhe fryma e kohës që përshkon poezinë. Ridimensionimi i poezisë edhe përballë kohës së shkrimit nuk është e vështirë, pasi edhe lexuesi tashmë është më i kualifikuar, ndaj tendenca për të shfaqur një letaritet ndryshe, dukshëm shihet që nga tematika e poezisë së poetes Irma Kurti, e njohur si poete shqiptaro-italiane. Pse ta ka thënë? Okej. Poetja njihet për lirikat e saj me temë sociale. Ky lloj konceptimi i ndërtimit poezisë, ku koncepti mungesës, në rastin ton njeriu, përpos një perceptimi direkt dhe impresiv të realitetit, objektiv, vizion i brendshëm,
respektivisht realiteti i brendshëm i krijuar në bazë të intuitës së poetës. Nuk krijon një metaforë, por një realitet të një mend. Emi Krosi. Faleminderit Emi. Falenderojmë Emin e mençur dhe që është përzgjedhse e fjalëve shumë të veçanta që shpeshherë neve na duket sikur i dëgjojmë për herë të parë. E komplimentoj Emin. Faleminderit. Moza, po boshtia dhe tek mangësia. I kam recituar ndaj poezi kësaj vajzës apo jo? E po, më lejon të sa po, mos u nxito. Në kontekstin e boshësisë dhe mangësisë që Emi sa pak më parë na lën të afërmit tanë, unë dua të sjell një tjetër poezi të babait, të mungesës së babait, Në shpirtin tim bie shi, nga Aleksandër Shavari. Në shpirtin tim bie shi, Irma Kurti. Më mungojnë shumë bisedat tona, baba, pas ditëve të gjata në qytetin e huaj, në humnerën e heshtes ku ti ke rënë, pa dyshim, që më ke tërhequr edhe mua. Në dhomën e spitalit pas një dritare, ka ditë që me ty flas pa pushim. Oh, sa puthje të kam dhëruar, në jetë jo kur, nuk ti kam dhënë me siguri. Baba, dëgjon, është e vërtet gjithçka. Them, dhe ky boshllëk pa fund në përdit. Derisa belbezoj se koha është e keqe, e zdym dhe ftoht, plot mere dhe shi. Nuk mund të tregoj se dielli buzëqesh, se lindin jetë, lulet po hedhin shtat, sepse ti adhuroje stine në pranverës, por tani i burgosur je në këtë shtrat, jashtë dhe në shpirtin tim, bie shi. Faleminderit të dyve. Faleminderit ty Irma, që me kaq sinqeritet edhe me një ndjesi shpirtërore që duket sikur se cili prej nesh do t'i thoshte këto fjalë, po jo në mënyrë ritmike apo në një rim të tillë, por se cili prej nesh flet me këtë dhimbje. Dhe kjo është e bukura e poezisë tënde. Thjeshtësia e dekoruar me një lloj emocioni dhe një dhimbje që e përjetojmë të gjithë. Sandrin e shoh meditativ dhe të menduar, sepse më ndodh gjithmonë pas këtyre mungesa e prindërve është gjëja më boshllëku i përjetshëm derisa t'i shkojmë pranë. Në gjë, të mbetësh jetim nuk ka mosh. Apo jo, Irma? Jetim mund të mbetësh gjithmonë. Por problemi është ky që do ta ndryshojmë pak atmosferën, Sandri. Ti mbaroje ti dhe pastaj do ta ndryshojmë. Problemi është ky që ne i kushtojmë shumë pak vëmendje faktit që ata një ditë nuk janë. O nuk do jenë. Edhe kjo Megjithatë, kam vënë re se poezia e Irmës e sjell butë dhimbjen, nuk e trajton në një formë dramatike, siç jemi ne si kultura e popullit tonë për ta konsideruar në mënyrë dramatike. Ka bërë një mbyllje, Edhe te poezia ka bërë një mbyllje bomb që bie shi jashtë edhe në shpirtin e saj. Faktikisht mendoj që gjithse cili nga ne ka me prindrit apo ka pasur me prindrit një raport të veçantë. Për mua ka qenë një raport unik, kështu që unë të gjithë librat e mi në çfarëdo lloj gjuhe ja dedikoj të gjithë, pa përjashtim ja dedikoj atyre të dyve. Shkuaj me emër. Shumë poezi tujat
për baban, për nënën, E shumë. vërtet, unë për shembull kam botuar para disa vitësh te libër Shelgu Lotues, që ka vetëm poezi për nënën, janë 7-10 poezi për nënën. Po kanë kaluar disa vite. Një poezi, do të sjellësh një poezi të nënës me zërin tënd. Ke dëshirë ta ndash me ne? Me që e ke librin në dorë. Po më duhet të zgjedh ndonjë gjë të shpejtë. Okej, derisa ti ta zgjedhësh, unë dua që dëgjuesit ti dëgjoj me një këngë sërish tekstin tënd dhe kënduar nga Ermira Babaliu, dhe unë jam munduar që për copyrightin të përdor vetëm zërin dhe audion, dhe pastaj videon kam përshtatur diçka të thjeshtë dhe të shpejtë për kënaqësinë e të gjithëve.